Megajulli botror i muzikës së Katy Perry ka elektrizuar publikun në natën e parë të Sunny Hill Festival me një dalje spektakolare në skenë dhe performancë elektrizuese. Ajo ishte kujdesur për çdo detaj gjatë performancës së saj në Prishtinë. Atmosfera që u përjetua për herë të parë në skenën e Sunny Hill Festival arriti kulmin pasi ajo ishte kujdesur që Kosova të lë gjurmë në hapësirë. Duke improvizuar uljen në hënë, akrobatët me kostume astronauti i dhanë asaj flamurin e Kosovës për t'i bërë vend në hapësirë. Publiku për 2 orë radhazi ka kënduar së bashku me të hitet e saj më të njohura. Gjatë performancës së saj, ajo gjithashtu vizitoi publikun nga afër dhe përmes shishes gjigante të plastikës. Befasi e këndshme ishte për ditëlinjen e një vajze nga publiku, kur Perry vendosi të këndoj bashkë me të këngën e saj të preferuar. Përfundoi performancën pas mesnatës. Festivali do të vazhdojë gjatë gjithë fundjavës me emra të tjerë të njohur si Luis Capaldi e Martin Garrix.